Mirëmëngjes, të dashur miq kronikës tonë Tripani, ju përshëndes. Mirë se u gjej. Në këtë protestë që është pas gjatë të bani një muaj, shumë njerëz të dashur, shumë njerëz patriot, shumë njerëz, shumë shqiptarë që dashurojnë vendin e vet, që duan Shqipërinë e re, që duan Shqipërinë sikur Europën, kanë folur në këtë protestë. Shumë zëra kanë folur në këtë protestë dhe kryeministri, presidenti, qeveria shqiptare nuk po i dëgjon. Është gjëna ku një popull i tërë musheshet e qyteteve, musheshin e kryeqytetit edhe nuk dëgjohet nga askush. Është gjëna që një kryeministër të ketë një popull kaq të kulturuar, duke bërë protestë paqësore, pa pasur asë një incident sa më të vogël nga protestuesit, mos ju dëgjohet fjala. Nuk është momenti të përdorim dhunë ne protestuesit. Nuk është momenti të agresohemi. Momenti është të flasim dhe fjalat na dëgjohet. Na dëgjohet fjala se çfarë kemi. E kryeministri të dëgjojnë fjalën tonë e të jep dorëheqjen sa më parë. Sa më parë të jetë mundur të jep dorëheqjen, të bëhet qeveria stabilitetit, ose qeveri teknike, o çfarë do lloj qeverie, një vjeçare, për të prur vendin në zgjedhjet parakoshme, e për të hequr një herë për gjithmonë arrogantat, autokrat, diktatorët modern që e kanë uzurpuar vendin tonë pas diktaturës segër të Enver Hoxhës, pas diktaturës komuniste, pas diktaturës më të egër që ka pas çdo lloj populli. Pra dashur miq, jemi bashkë, do t'jemi bashkë, do të qëndrojmë bashkë dhe deri sa të plotësohen kërkesat tona të gjitha një pas njërës, do t'jemi në shesh, do t'jemi në rrugë, do vim në zyra, do na keni kudo, do i shfaqem në ëndër, do ju prishim gjumin, derisa ju të na dëgjoni, derisa ju të na dëgjoni. Ju faleminderit, të dashur miq, ju faleminderit për dëgjimin. Ndoshta po e teproj që po flasim çdo ditë, po janë momentet të pandalshme për t'ju treguar një herë për gjithmonë këtyne autokratëve se Shqipëria është e jona. Shqipëria është për një demokraci europiane, kështu që eurodeputet po vinë çdo ditë më shumë po shtohen në protestat tona, diaspora e popullit shqiptar, anë kanë trojeve të zeta, do të vinë derisa të plotësohen kërkesat tona për thimin e qeverisë. Ju faleminderit.